Hajde, apo shkojmë. Hajde. Çdo detaj po përgatitet me kujdes për xhirimin e episodit të ri të serialit I Varfëri. Me një angazhim të jashtëzakonshëm për t'i dhënë jetë historive të prekshme dhe të vërteta, ekipi është duke krijuar skena që do të pasqyrojnë realitetin e dhimbshme, por frymëzuese të jetës së një të varfëri. Për skenarin u kujdes me përkushtim Ismail Fazliu. Aktori Bedi Kiqina bart mbi vete peshën kryesore të ngjarjes, I cili tregon për përvojën e tij në këtë rol të vështirë. A është ngjarje e vërtetë e bazuar dikon apo është diçka që është veç si ide? Realisht në këto e kena kriju, e kemi kriju se çka po ndodh në përditshmëri, apo den. Për shembull bullizme që I bullizojnë që këta të varfrit. Krejt sana çka po ndodhen, na realisht po I bëjmë me një film. Sa kanë qenë të vështira ndoshta fillimit, si ka qenë realizimi I episodit të parë, çush e prit ndoshta edhe publiku episodin e parë? Po në fillim kur I kemi bërë epizodat e parë, ka qenë pak vështirë shkoki që na kemi bërë edhe filma tjerë në tradita shqiptare, apo edhe në filmat të vjetër. Amo kësi lloj filmit të ri ka qenë vështirë pak për neve, se nuk e dishim edhe sakt çush po shkon. Edhe nuk e kemi prit na që komo u pëlqy seriali deri në këtë pikë. A veten epizodi I parë dhe I dyti kur kanë dalë, domethënë më njëherë ka thyer rekordet të shkushmërisë. Po xhirimet cila janë ato vendet që ndoshta I përgjatni për realizimin e një epizodi? Realisht na e kemi Prizrenin në fokus. Kemi xhiru tash edhe në Koks, kemi xhirime edhe në Shkop. Po kryesisht xhirimet bëhen nëpër Prizren. Qytet e Ura Alis, se I kam vetë emrin tash Ura Alis. Kryesisht këtë janë nëpër Prizren. Cilat janë ndoshta ato prapaskena, ata keni ndaj ngjarje ndoshta ndaj set më të veçantë që keni ndoshta që ju ka prek edhe juve? Që më ka prek edhe mu, kanë konë... U konë shumë vështirë për mu me lujt një pjesë ku e shtri dorën edhe lypi. A vedin? Qatë herun e veç që kam kuptu sa eron është edhe për ata që lypin. Që ajo diçka u konë që më ka prek shpirtnisht edhe që e ku më dje fort. Kena pos kena kogja edhe të vështira, kam pos këtu që më kanë gjujt në ujë një grupi kriminalve këshe. Së di, dhe më thonë, seriali I Varfëri të prek në gjdo anë të prek. Ndoshta kjo edhe ka bo publikun për vete. Bash. Po roli juaj ndoshta e luni edhe se një njeri me aftësi pak si të kufizuar. Sa është kjo vështirë ndoshta me e lujt këtë rol? Po është vështirë se Bedi prej rolit Alis, domethënë është 100% ndryshe. Se te Alio ato janë edhe folmja është ndrysh, esmja është ndrysh, edhe të këshyrnët janë ndrysh, a vetëm gjestet, krejt është ndryshe. Është pak rol I ron. Po, kur e keni një ekip të mrekullueshme për mas, normal që bëhet çdo punë më e lehtë. Po, a ke menduar ndoshta kur ke qenë më I ri, a ke menduar që kishe mujt me luni rol të tillë? Realisht me regjisorin, me Asharin, kena punu shumë për këtë rol. Edhe asnjëri prej stafit nuk e ka ditë se çka jemi të dosh me nxjerr prej rolit Alis. Kur kam hinë këtë rol, jam tut pak. Se jam tut që kam I prek edhe njerëz që janë pak me aftësi edhe krejt, amon nuk e kam prit që muj me e bo deri në qëtë pik. A vedin, po falë Zotit, na ka nimu edhe Zotit, po edhe ekipa unë shumë e mrekullueshme, na nimojnë në gjdo cep, apo kupten. Edhe mirë po del. Qysh ka me qenë është vazhdimësia, jeni të gjiru, ende sa epizoda ka me qenë, a ka me pas... Cili është vazhdimësia? Seriali I Varfëri ka me vazhdu gatë. Kanë me ardhë fytyra të reja, do më me pas tash fytyra të reja, edhe besoj që nuk ka me unal njerë. Nuk është asë më plan me unal, se është të shku shumë mirë.
Krahas tij në serial luajnë edhe Advan Halili, Besmir Shala, Adis Musliu, Blenda Morina dhe emra të tjerë të filmit në vend. Na vetë sa e pam një skenë që e realizut, a pra tregoni që shkojnë këto setët, këto xhirimet? Te seriali i Varfërin, setët dhe xhirimet shkojnë gjithmonë mirë, gjithmonë bukur dhe gjithmonë jemi të bashkuar. Në serial, cili është roli juaj? Roli në serialin i Varfërit është një rol pozitiv dhe shumë i mirë pritur nga publika. Po për juve, cili është roli juaj në serial? Po, për mund që të them, për mua është një rol shumë i veçantë, paksa se kam pak më të vështirë se e kam një rol që në rolin tim duke mbrojt Alin, tregoj një rol shumë të fuqishëm nga ona ime, sepse roli im ka të bëjë me mbrojtjen e Alis, ku Alia në këtë film është personazhi kryesor i filmit. Po për juve cili është roli? Roli im është roli i Trimit, jam shoku i Lulit, i Robit. Unë kam rolin ma shumë si djalit të ri që mirret me punë të këqija. Sa të përshtatet roli, ndoshta me karakterin tënë, apo s'ka ngjashmëri? Roli im nuk ka shumë ngjashmëri me mu, po në rol jam përdoruesi i drogës, edhe droga nuk është seni mirë. Plus jam i rrethuar me njerëz që përdorin drogën me shoqëni të keqe, po kjo nuk është gjë e mirë. E kanë prish krejt, që i mirë u konë. A na tregoni ç'është kjo atmosfera ndoshta në xhirime? Unë e këtej, kur do buk. Atmosferën e kemi maksimum. Po, cili është nashta ai mesazhi që dëshironi me përcjell përmes këtij seriali? Po, mesazhi është që ta përcjellin gjithë rinia, sepse deri tash na kemi shikuar gjithë telenovela turke. Kurse tash me këto telenovelat shqiptare, si them, apo serialet, i lus të gjithë që të përcjellen sa më shumë, që të japin një mesazh popullit shqiptar, që edhe në Kosovë ka artista, ka aktorë që din të luajnë sikur ata nga Turqia apo nga gjithë Evropa anë mban. Përshëndetje Blenda. A na tregon që shkojnë këto xhirimet? Xhirimet, na kënaqem gjatë xhirimet, janë pjesa më e mirë e javës, na mëngjespresim me ardh edhe me u kënaq, padyshim. Përveç se me xhiru. Cili është roli i jot në serial? Roli i Ninës në serialin i Varfrit është një rol i një vajze të re, që i ka gjitha, domethënë nuk i mungon asgjë. Është e papërmbushur shpirtërisht, edhe kjo është arsyeja që ajo vazhdon edhe e bën primare gjatë jetës saj dhe mëson që lumturia shpirtërore është ajo që i nevojitet çdo njeriu. Po, çush ka qenë ndoshta si projekt, ndoshta si e re me lujt me një serial, çush e pa e këto si ofertë? Rolin kur e kam pranu, domethënë veç jam kohën e përgatitur se me të njëjtit aktorën e kemi xhiruar edhe projekte të reja. Normal që ka qenë pak më ndryshe ky si rol, sepse kemi dalë prej suazave të projekteve me traditat edhe padyshim që ka qenë eksperiencë e re, emocione të reja, edhe i kom ballafaqur edhe mendoj që jam të ja dalë shumë mirë. Po çush e kanë prind ndoshta publiku rolin tënë edhe sa ndoshta tash të njohin edhe sa të bën muni mirë kjo? Roli i Ninës është shumë i pranueshëm te publiku, është një rol pozitiv, i qetë, ka probleme me vllahun e vet ka pak, edhe ajo është pjesa ku i përshtatet edhe karakterit tam në jetën e përditshme. Ndjenja më e mirë është kur del diku edhe të njohin njerëz për punën që e bën, të vlerësojnë për ato që ti je tu e bë. Edhe është momenti më i lumtur i ditës, më i thonë, kur vjen dikush të flet edhe të vlerëson për punën. Po si është ndoshta vazhdimsinë tonë si aktore, çush ka më qenë, çush e mendon të ardhmen? Vazhdimsinë e karrierës time kam më dyshja edhe vet, nuk e di a e shoh si art edhe pjesë shumë të bukur të jetës tam. Më pëlqen edhe më flan zemër, shpresoj shumë që ka me vazhdu, po është thjesht hobi edhe nuk e shoh si profesion kryesor. Po për momentin po njihesh mirë te seriali. Shumë mirë. Historia i Varfërit është një rrëfim që vazhdon të ndërthurë dhimbjen me shpresën dhe seriali pritet të na jap një tjetër dozë të madhe emocionesh dhe mesazhe të fuqishme, duke u bërë kështu një nga produksionet më të dashura për publikun.